Të nderuar besimtar, Allahu i lartësuar e krijoi këtë gjithësi, e krijoi qiellin edhe tokën me drejtësinë e tij absolute. Është Allahu krijuesi i çdo gjëje dhe nuk ka zot tjetër i cili e meriton adhurimin, bindjen dhe nështrimin vetëm se Allahu subhanahu wa taala. I krijoi Zoti i gjithësisë gjitha krijesat. Dhe gjitha krijesat të mbledhura së bashku janë shumë të vogla para Zotit gjithësisë. Gjitha krijesat, qielli, toka, dielli, hëna, malet, detrat, njerëzit, kafshët, gjindet, melajket, gjitha në radhë, janë shumë të vegjël para Zotit subhanahu wa taala. Allahu i krijoi këto krijesa dhe përzjodhi në mesin e tyre. E përzjodhi një krijesë më të lartë, e përzjodhi njeriu. Të përzjodhi Zoti ty edhe mu si krijesën më të mirë dhe tha në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. E kemi krijuar njeriu në formën më të mirë. E kemi krijuar njeriu në formën më të bukur. Allahu të ka bërë të zjedhë, Allahu të ka zjedhë dhe të ka nderu. Ka thënë Zoti i gjithësisë në një ajet tjetër kuranor, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. E kemi nderu Beni Adem, njeriu, birin e Ademit a.s. Ka nderu Allahu subhanahu wa taala. Ka nderu Zoti i gjithësisë me logjik dhe me besim. Ka nderu Allahu subhanahu wa taala. Prandaj o njeri, mos devijo. O njeri, drejt rrugës së Zotit tënd shko. Allahu i lartësuar, kur vendosi që do krijonte njeriu, ju drejtu disa krijesave që ishin kriju para njeriu, me lajkëve. Ju drejtu Allahu subhanahu wa taala me lajkëve duke thënë, inni ja'ilun fil ardi khalifa. Do të krijojnë tokë një mëkëmbës. Do të krijojnë tokë një përgjegjës, ose do të krijojnë tokën time një person ose një krijesë që të jetë prijës i gjitha krijesave. Ky person, kjo krijesë është krijesa njeri. Shife ti, miliona krijesa janë më të mëdha se ti, dhe ti bëhesh prisë i tyre. Shifi kafshët, janë gjigande para ti edhe para meje, dhe ti i komandon ato, ti i drejton ato. Allahu subhanahu wa taala e ka bën njeriu prijës në këtë dunja. Por prisit nuk janë të gjithë të njëjtë. Prisit nuk janë të njëjtë, janë të ndarë në dy grupe. Prisi i drejtë dhe prisi i padrejtë. Sa herë ne flasim për prisat, direkt mendja në shkon të parë të vendit. Direkt në shkon mendja, këtë prijës nuk është i mirë. A i që ishte, si ishte i mirë. Ato që do të vinë, nuk do të jenë të mirë. Para se me kalu ti edhe unë. Tek prisit të cilët janë të rrallë, nuk mundet gjithsecili prej nesh më u bë prijës i tillë, por gjithsecili prej nesh është prijës. Prijës i kujt? Është prijës i vetes tij. Gjithsecili prej nesh është i parë dhe përgjegjës dhe prijës për veten e tij. A e ke pa ti edhe unë ndonjëherë sa prijës i drejt je për veten tënde? Çështja kryesore, sa i drejt je ti edhe unë, sa prijës i duhur je ti edhe unë në drejtim, në lidhje me krijuesin tënd. Ti edhe unë, a je prijës i duhur i vetvetes tënde, i shpirtit tënd, i nefsit tënd, në drejtim dhe në lidhje me krijuesin tënd. Po unë jam, po a jemi apo s'jem. Shihe veten tënde, sa prijës i drejt je me veten tënde në raport me Zotin.
Nëse i zbaton urdhëresat e Zotit, tregon që ti je prijësi i duhur i vetes tënde, i shpirtit tënd drejt Zotit gjithësisë. O vëllezër, o musliman, Allahu ka kriju dhe ta ka sjell shpirtin. Dhe ky shpirt që të ka sjell Zoti është kriju për të shkuar në xhennetet e Zotit, është kriju për të fituar kënaqësinë e Zotit. Allahu të ka kriju dhe ti je prijës dhe je përgjegjës për shikimin tënd. Pyete veten ti edhe unë, nga po e çon shikimin tënd? A je prijës i duhur për shikimin tënd? A je prijës i duhur për dëgjimin tënd? A je prijës i duhur ti edhe unë për fjalën tënde? A je prijës i duhur për durët e tuaja, për mendimet e tuaja, për këmbët e tuaja, për stomakun tënd, për atë që po e fut në barkun tënd? E nëse nuk je ti edhe unë prijës i duhur për netësin tënd, për veten tënde, mos prit vallaj që të vinë një prijës shteti që të jetë shumë i mirë. Se nëse ai ka në dorë me vjell miliona, ti ke në dorë me vjell këmshiun dhe ti vjell, nuk je më i mirë se ai. Se ty aq të zhdon mundësia, se në të ullon mundësia më shumë, i kishe marrë gjitha. Prandaj kur gjykojmë, fillimisht njeriu le të gjykojë për veten e tij. E para, prisi i duhur i vetvetes. A jemi prijës të duhur të vetes tonë? Nëse po, kalojmë pak më afër. A je ti edhe unë prijës i duhur me bashkëshorten tënd? Nëse Allahu të ka dhuruar një gru dhe kjo është prej mirësive që a jep Zoti robërve të tij, a je i duhur me të? A je një prijës i cili gjykon me drejtësi me bashkëshorten tënd? A je një prijës i cili e ke marrë këtë amanet në shtëpinë tënde dhe po sillesh me të ashtu siç duhet? Pejgamberi alayhis salam në çastet e vdekjes, një smundje e cila e kapi pejgamberin alayhis salam në çastet e vdekjes, dhe pejgamberi alayhis salam vazhdimisht porosiste në këtë gjendje, thoshte ju porosis për amanet kundrejt grave të ju. Dikush e merr gruan e tij dhe e trajton atë si shërbëtor, apo e trajton atë si shërbëtore të familjes tij dhe e shef gruan i shërben babës burrit, nënës burrit, motrës burrit, ku diun çka ka shtëpia gjeneral, fëmijëve të motrës, fëmijëve të vllajt. E çka ngeli për ty si përgjegjës i kësaj gruaje? Kështu i jepet haku grus, duke ja bë barë gjithë fisin tak mbi shpinën e saj? Ashtu sikur se burri ka përgjegjësi për gruan, edhe gruaja ka përgjegjësi e saj kundrejt bashkëshortit të saj. Dikush shkoi tek pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe i tha cili është haku kundrejt gruas. I tha pejgamberi alayhis salam, ta ushqesh atë me çka ushqehesh vetë. Ti vetë në përdreka dhe darka me shoqërinë, ndërsa bashkëshorten, një Zot e di kur e ke nxjerr për herë të fundit që të hajë një drekë dhe një darkë, ti vetë duke brell lart e poshtë, ti vetë vishesh me bluze nga më të shtrejtat. Kjo është haku i Zotit. Nuk është dëshira ime personale me e thonë të gjohë, se ndoshta unë jam veti pa drekë. Mirë po është haku i Zotit, i cili duhet patjetër që të flitet. E treta, nëse je i drejt me veten dhe me bashkëshorten tënde, a je i drejt dhe prijës i duhur me fëmijët e tu? A je ti edhe unë prijës i duhur me fëmijët e tu? Prijës i duhur me shkollimin e tyre? A i shkollon gjithë njëjtë apo ke ndasi? Prijës i duhur me edukimin e tyre? Prijës i duhur me kohën që e shpenzon me ta? Prijës i duhur me ndarjen e pasurisë që po zihen dhe po grinde njerëzit, familjarë, vlla me vlla, motër me motër? Pse? Se prindi, babai nuk ka qenë i duhur në ndarjen e pasurisë. Një prej haditheve më të njohura në këtë çështje, prej fjalëve të Muhamedit alayhis salam,
i shkon dikush profetit dhe i thot, baba im ka ble këtë robe, apo dëshmon o i dërgumi Zotit që baba im është burr i mirë, që është zotni burr, i thot pejgamberi alayhis salam, ky baba jot a ka fëmijë tjerë? I thot ka, mashallah, plot. I thot a i ka ble atyre tjerëve? Jo, thot si ka ble vetëm mu, çuni babës, gocat anësh, s'kan as tokë, as pasuri, as i gjë. Pse? Se çuni është i babës, e gocat kujt janë? I thot pejgamberi alayhis salam, ti personi, unë nuk dëshmoj për padrejtësinë. Pra baba jot ka bo padrejtësi që të ka ble vetëm ty, dhe baba jot nuk është një prija si duhur. Pas kësaj kalojmë pak më lart, prisi i duhur në përgjegjësinë që e ke marrë në punën tënde. A jemi prijës të duhur në punën tonë? Doktorët sot, a janë prisat e duhur që duhet t'i ketë kjo shoqëri? E dini ju, e dim edhe ne. Mësuesit sot, arsimtarët, a janë prisit e duhur që e donë Shqipëria dhe ky vend që tesi përpara? E dini ju, e dim edhe ne. Policat, a janë prisit e duhur? E dini ju edhe e dim edhe ne se si sill. Po gjykatësit, e dini ju, e dim edhe ne. Që tha pejgamberi alayhis salam, gjykatësit janë 3 llojesh. 2 prej tyre janë zjarr xhenemit. Njoni është i shpëtuar. Kush është i shpëtuar? Ai i cili ka dituri dhe gjykon me drejtësi. Ndërsa ai që s'ka dituri dhe nuk gjykon me drejtësi, në zjarr xhenemit, se ke marrë qaf njerëz. Po edhe ai që ka dieni, është i ditur, i s'ka, mirë po të merr në qaf për shkak të interesit brendshëm, edhe ai në zjarr xhenemit e ka vend. Pastaj, ankohemi ne, se përjetarët tonë nuk janë të mirë. Po ti edhe unë, a je i mirë? Në punën tënde, në zanatin tënde, a ja jep hapur atë që duhet, në tregtinë tënde, në biznesin tënd. Apo ai se s'po shef, sa të kthej shpinën dhe vazhdoj. Është çudi me njeriu, kur e shikon që ka një kamër, kujdeset që ta bëj punën tamam. Harron që ka një kamër që nuk fiket kur, se këto kamera tona edhe fiken. Se me korendja, po Zoti i gjithësisë nuk e ndal asnjëherë shikimin. Allahu të shef gjithmonë. Dhe e fundit, për të mos e zgjatur, prisi i duhur i një vend, prijetari i një vend. Vëllai, po të lexosh historitë e mëparshme, dhe të shikosh se njerëzit i janë shmangur përgjegjësisë. Njerëzit i janë shmang përgjegjësisë, nuk kanë dash të bëhen të parë për një çështje, ndërsa sot njerëzit nxitojnë që të bëhen të parë për një çështje. Pse kjo gjë? Për shkak të interesit të pakët të kësaj dunja. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, në ditën e gjykimit, një prej grupeve që do të jenë hije në Zotit, që është ditë shumë e madhe, që dielli është afër kokave të njerëzve, është thot prisi i drejtë, një pris i cili se ka pas me hile vendit ti, një pris i cili se ka pas me hile popullit të ti. A dini çka thoshte një shok i pejgamberit alayhis salam? Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të. Thoshte, kam frikë se Zoti do të më pyesi edhe për një mushk atje, në Irak thoshte, pa në një vend shumë larg, që pse u pengu atje dhe urzu u vrap. Kaq përgjegjësi kishin para Zotit të gjithësisë. Kaq frikë kishin para Allahut subhanahu wa taala. Ne lutim Zotin ton që të na përmirësoj ne veten tonë. E kemi thënë dhe përsërisim, nuk vjen prijetari i mirë, po s'jem ne të mirë. Nuk vjen prijetari i drejt, po s'jem ne të drejt. Nuk vjen prijetari i ndershëm, po s'jem ne të ndershëm. Nga këtu ka dalë ai që është, dhe ai që ka qenë dhe ai që do të vi. Nga populli jonë. Nëse ne nuk jemi drejt, mirë dhe të ndershëm, mos presim që jenë ata cilët do të na drejtojnë, sepse Allahu, duke e pa gjendjen e popullit që nuk është i drejtë, nuk është i sinqert, i sjell një prijetar i cili nuk është i drejtë, nuk është i sinqert, dhe dihet gjendja dhe dihet shkatrimi që e sjellin të tjerë prijetar. E lutim Zotin tonë që të na falë dhe ta mëshirojë të gjithëve. E lutim Zotin tonë që të na falë ne prindërit tanë, të afërmit tanë, gjithë besimtarët dhe besimtarët kudo që janë. Subhanakallahumma wa bihamdik,
Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.